Duke tashur prapë tani duke shkuar tek pyetja juaj e fundit për problemet e sistemit dhe cilet kuvendi. Ajo që unë shikoj si problem madhor është çfarë ndodh me zgjedhjen e një antari të KLP-s, i cili me sistemin e sotshëm të mënyrës se si zgjidhen, vjen përmes një aplikimi, shërben 5 vjet dhe largohet. Para kujt përgjigjet individualisht për performancën e tij ky antar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Mungon lidhja direkte. Ndërkohë që ne sot kemi përjashtuar nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë, kemi përjashtuar prokurorin e përgjithshëm, i cili mban përgjegjësi për mënyrën se si funksionon sistemi, kemi përjashtuar ministrin e drejtësisë, që do duhet të koordinonte mënyrën se si gjithë sistemi i drejtësisë ndërvepron dhe të asistoj, pra në emër të pavarësisë. Por a kanë dhënë kjo zgjidhje në fakt efikasitetin e duhur në mënyrën se si funksionojnë këshillat sot? Unë kam dyshimet e mia për këtë. Dhe është një çështje që besoj që ka nevojë të rishikohet dhe sërish pra vim të problemet sistemike që juve më kërkuat edhe një mendim.